Tanim kam kënaqësinë t'ia fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe një përshëndetje shumë përzemërt. Mirënjohje të pakufishme ndaj jush, qytetar dhe qytetar opozitar, guximtar dhe guximtar, që sakrifikoni në këtë protest e cila ose në cilën ju përfaqësoni zërin e ndërgjegjes qytetare të shqiptarëve. Përfaqësoni guximin e tyre, kurajon, vendosmërinë, dashurinë për lirinë dhe për këtë vend. Ju përshtes përzemërsisht dhe përshtes të gjithë ata shqiptar që mbushen rrugë dhe bulevardet e Tiranës dhe lebetitën një regjim antishqiptar, lebetitën një regjim armik të këtij kombi, armik të këtij vendi. Me protestë e tyre dërguan në të katër anë të botës, në të gjitha sheshet e kryeqyteteve, në të gjitha kancelarit të vendeve të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe në Washington, mesazhin e qytetarëve shqiptar, të cilët nuk pajtohen kur me një regjim që i plaçkit ata çdo ditë. Nuk pajtohen kur me një regjim që ka shtruar portët e Shqipërisë dhe Shqipërinë në platformë kryesore të helmeve të drogës, në një regjim që përzen çdo ditë qytetarët e vet nga Shqipëria. Miqtë e mi, kjo është betejë për dignitetin tonë. Kjo është betejë për dignitetin kombëtar. Kjo është betejë për të ngritur mbi propagandën e shpifjeve, trillimeve, mashtrimeve të Edi Ramës dhe për të thënë shqiptarëve dhe botës se në këtë vend, në këtë tokë, ata që e duan Shqipërinë jemi ne, ata që i besojnë Shqipërisë jemi ne. Miq, rrugën përpara nuk e kemi të lehtë, por e kemi të qartë si rrezi e diellit. Misionin nuk e kemi të lehtë, por jemi të vendosur se kur ta përmbushim atë. Dhe fatin ton të kemi fatin e Shqipërisë. Shqipëria dhe fati ynë është një. A mundet ne qendrat fatin ta provojmë në dhëna tjera? Jo. Ne do luftojmë këtu. Ne do bëjmë gjithçka të përmbysim të keqet madhe për të shtruar pasuritë e Shqipërisë në begati për shqiptarët, për të rikthyer ëndrrën shqiptare, shpresën, besimin tek Shqipëria të rinisë shqiptare. Ne dalim dhe do të dalim në protesta gjerëfitore, se ne i besojmë Zotit
por i besojmë edhe Shqipërisë. I besojmë se kjo tokë është e bekur, se ky vend ka pasuri prallore, se Shqipëria është e bukur e dheut dhe mund të bëhet vendi i ëndrrës shqiptare. Miq, zëri ynë ka tronditur në themel këtë regjim. Edi Rama sot është më i diskredituar se kur. Ndaj dhe le të bashkohemi ne, ftoj çdo shqiptar që beson tek Shqipëria, që beson se vendi është vend me pasuri mahnitse, që beson se Shqipëria në kilometrat e saj ka më shumë para ardhës tanë të rënë se që ka çdo vend tjetër mbi tokë, që beson se Shqipëria mund të bëhet më begat, më bukur, më lirë se çdo vend tjetër. Ndaj dhe 10 shkurti është dita tjetër e kryengritjes sonë paqësore. 10 shkurt, shqiptarët në të 4 anë ftohen në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Qytetarët e Tiranës janë të ftuar të zbresin në shesh për t'i dhanë leksionin e merituar këtij regjimi anti-shqiptar. Miqtë e mi, sot Edi Rama nxin, siç nxinte dikur diktatori gjakatari Enver Hoxha, ky është diktatori i drogës së shqiptarëve. Ndaj edhe shqiptarët duhet i rezervojnë të njëjtin fat që i rezervuan diktatorit gjaksor. Edi Rama nuk ka alternativë tjetër përveç se t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen. Ja ku t'i themi këtu. Ti që fshihesh pas lubis, je i pa shpresë, sepse edhe lubia, edhe ti do shkoni atje ku e keni vendin. Sovrani për zver ku do t'ju kap ju. Thirrja ime është për 33-at e këtij vendi. Kombi sot ka nevojë më shumë se kur për ju. Ka nevojë më shumë se kur për guximin dhe trimërinë tuaj. Dhe mos harroni se në të gjitha kohrat, në momentet më kritike, kanë qenë 33-at shpëtimtarët e tij. Dhe kjo është arsyeja se pse aq sot pret nga ju shpëtimin, pret nga ju fitoren, pret dritën e fitores nga ju dhe zemrat tuaja. Ndaj le të bashkojmë në 10 shkurt për t'i dhënë mësimin e merituar narkokracisë së Tiranës për të përcjellë në Shqipëri dhe në mbar botën mesazhin e fitores, mesazhin e triumfit ton. Një thirrje kam për forcat e rendit. Brenda gjirit tuaj ka njerëz të ndershëm, familjar të shkëlqyer, abdetar të flakt,
njerëz të ligjit, por brenda jush ka kriminal, kopuk, trafikant, të cilët nxijnë. Ju bëj thirrje, mos zbatoni urdhrat e tyre. Ju bëj thirrje. Shmangni çdo përplasje me qytetarë që po mbrojnë interesat tuaja, interesat e familjeve tuaja, po mbrojnë interesin e vendit tuaj. Mos provoni. Se kam vurë herën e fundit, edhe keni gjujtur, kishit futur edhe palaqo, që hullnin kanistra gazin me tyre e tjerë. Mos i zemroni qytetarët, se zemrimi tyre s'ka forcë të botë që i reziston. Mos i detyroni ata vinë për të marrë me Edi Rame, jo me ju. Ata vinë për të marrë me ata që u vjedhin ju. Ata vinë për të marrë me ata që zbojnë shqiptarët nga Shqipëria. Ata vinë për të marrë me ata të cilët kanë shtruar pasuritë e këtij vendin, pasuritë e tyre. Mos u bëni mbrojtje tyre. Mos merrni atë mision, se gjithjetën ndërgjegja do t'u vras. Ndaj dhe protesta ardhshme edhe po u bashkuat me protestuesit, do bëni aktin më patriotik, më të mençur, më avdetar. Nuk mbrohet Edi Rama, nuk mbrohet Luvi Balluku, nuk mbrohen hajdutët, nuk mbrohet organizata kriminale. Këto ditë që na kanë met të gjithë bashku, në çdo derë, në çdo votër, në çdo zemër, të bashkohemi, se jemi drejt fitores, jemi të sigurt po ecim drejt fitores, dhe këtë fitore e duam me gjithë shqiptarët, e duam me qytetarët të ndershëm të këtij vendi, të cilët i thonë Shqipërisë Shqipëri, familjes familje, të cilët nuk pranojnë kurrë shpërbërjen e saj, nuk pranojnë kurrë transformimin e saj, të cilët i kanë besuar dhe i besojnë vlerave hyjnore dhe njerëzore të familjes. Ndaj dhe të vim, të dalim kudo që jemi, të dalim zot Shqipërisë, të dalim zot dignitetit tonë, familjes shqiptare, rrofshi ju, rrofsh Shqipëria.